fjalorin të fëmijëve që kanë. Tani, jo domosdoshmërisht, por t'ju pyes ndoshta kuptoni disa element që na shpjen basetet e psikologjia e fëmijëve. Me fjalor, po themi të rëndomt, por edhe fakti që fëmijët sado të mitur mund edhe të reagonin, nëse ishte një periudhë kohore e gjatë. Tregon kjo diçka në kontekstin psikologjik të tyre, pra që mund të kuptojmë ne që vërtet mund të kenë ndetur kaq ditë vetëm, se një fëmijë për shembull gati 10 vjeç edhe mund të ketë, po themi atë logjikën sado fëmijërore të reagojë apo të kërkojë ndihmë apo jo? Po, patjetër që po, dhe kjo tregon që është munguar vërtet kujdesi nga autoriteti, nga prindi, nga nëna apo nga babai. Fakti që ato kanë bërë në mënyrë të përsëritur të tre dhe gjuha e përdorur gjithçka krijojnë një panoramë të tillë që situata nuk është e ndodhur rishtas, por është një situatë që ka dashur kohën e saj për të krijuar në mënyrë të tillë. Çfarë do thotë kjo? Që ato janë ekspozuar për një kohë shumë të gjatë me mungesën e kujdesit nga autoriteti prindëror, pra nga nëna, nga babai. Nuk e di se si është situata në të vërtetë, sepse për këtë duhet të flasi pikërisht ai person që është përgjegjës për vlerësimin klinik, psikiatri, ekipi multidisiplinar me psikiatër, me psikolog klinik. Është shumë e lehtë për ne të flasim këtu dhe të japim opinione, po vetëm pasi të marrim një miratim që nëna vërtet vuan nga ndonjë sëmundje mendore, atëherë pastaj mund të dalim në konkluzione që fëmijës mund t'i hiqet kujdestaria. Megjithatë, dua të shtoj edhe disa gjëra të tjera që ndoshta nuk lidhen vetëm me pyetjen, në opinionin tim si profesioniste e shëndetit mendor. Unë kam parë që, situata ishte vërtet skandaloze. Për këdo, edhe për një sy të thjesht, për të parë atë shtëpi, domethënë që e kemi parë ndoshta në rrjetet sociale në Amerikë, ku jetojnë individ me episode depresive madhore dhe kanë atë mungesën e higjienës deri në ekstrem, siç ka ndodhur. Sigurisht që është një nën që mund të ketë luftuar për një kohë të gjatë për të qenë fort, sepse ka qenë, domethënë nëna është divorcuar, është nën single, ka 3 fëmijë, duhet të sigurojë ushqim, duhet të shkojë në punë, duhet kujdeset për shtëpinë. Dhe depresioni nuk është zakonisht personat që janë të dobët, po personat që kanë qenë duke luftuar për një kohë të gjatë. Dhe nuk do doja të etiketoja nënën, me aq sa dëgjova nga lidhja telefonike që ju keni bërë me nënën, zëri sa ishte i qetë, nëna ishte artikuluar, domethënë nuk më dukej si shumë si një person në depresion, dhe kjo më çon në pikën tjetër, që sigurisht duhet ta vlerësojmë personat me teste psikometrike, pra personat përgjegjës që po merren me grua në fjalë. A mund të jetë ajo narciste? Sepse vetëm një nënë narciste mund të ketë mungesë, empatie dhe ndjeshmëri që të lë fëmijët e veta, ndjes ka edhe një pjesë tjetër, ndjes që ndërpres por për të qenë transparent. Pra nëna ka pretenduar që gjithë kjo është një sajese e ish vjerrës së saj. Kështu që është edhe kjo pjesa tjetër sipas pretendimit të saj, që deri diku dhe në kuadër të telefonatës që ne patëm, e drejtë kjo që thonë ju, kuptojmë që kemi të bëjmë një individ që nuk të paktën në pamje të parë nuk tregon probleme të kësaj natyre. Nuk tregon probleme, ishte artikuluar, dhe çështja është që në ato video që ju keni ekspozuar, nëna gjyshja ndërkohë që filmonte, po ndodhte një fenomen tjetër psikologjik që nuk e di a shprekur më herët nga Report TV apo nga mediat e tjera. Po ndodhte një alienizim live. Po ndodhte që një fëmijë, domethënë po i kërkoi llogari që si ka mundësi që nëna juaj nuk e pastron shtëpinë. Domethënë ato fëmijë janë pa ngrënë, janë të palar, janë domethënë të pasigurt, dhe ndërkohë nëna në kuadër të marrjes së kujdestarisë së fëmijëve deri diku dhe me të drejtë, po bënte alienizim dhe po bënte live. Edhe kjo domethënë duhet të kapet nga psikologët, duhet të kapet nga sociologët, dhe ta shohim të gjithë këtë situatë që mund të bëjmë ne si shoqëri, sepse ky rast u ekspozua nga ju. Edhe kemi na sjell në tryezë, edhe është maja e icebergut, po pjesa tjetër treqëreku i icebergut. Ja, mund ta pyesim edhe zotin Tushi në këtë çast për ndërhyrje, për të kuptuar dhe më tepër edhe reagimin e gjyshes, pra duke filmuar edhe duke bërë gjithçka publike. Jo, unë çfarëdo prerje që t'i bëj motiveve të gjyshes. Edhe kjo është një çështje që mbase ne nuk duhet nxitohemi në gjykimin.
E drejt. Ndihet një lloj keqardhje për fëmijët, ndihet dhe një lloj pak kënaqësie apo urrëtie ndaj ish bashkëshortes së djalit të saj. Këto ndjenja dikotomike janë të natyrshme në një situatë të tillë. Po unë gjithmonë nisem nga ajo që çfarë është, cili është ajo që është fait accompli, që është fakti pa diskutueshëm. Thelbi pa. Kështu që ne në vend që të kërkojmë gjurmët, ne kemi përpara një ujkun me 4 këmbë dhe në mënyrë evidente shqetësues. Kështu që unë mendoj që ndikimi i kësaj situate tek fëmijët nuk justifikon asnjë. Çdo lloj ambalazhi psikologjik, sociologjik, material apo i çfarëdo lloj tjetër nuk mund të justifikoj faktin që këta fëmijë kanë qenë në një situatë gati ekzistenciale. Dhe unë jam i bindur që ajo gjendje të paktën ata fëmijë dukeshin që ishin timid, të drojtur, me sistem komunikativ, me siguri të brisht, fakti që s'vjen në shkollë, që rrinë aty të izoluar, në atë ambient mizerabël, në atë pislëk e tjere, nuk ka nevojë për të gjetur për komente. Ne kemi plot fëmijë në situata të tilla. Unë e kam ngritur gjithmonë faktori kryesor që kemi këta fëmijë në këto situata. Absolutisht është familja. Është familja. Në këtë kontekst unë mendoj që në qoftë se nuk rregullojmë shëndetin e familjes dhe nuk ndihmojmë familjen që të jetojë, të ekzistojë dhe të prindërojë mbi bazën e parimeve të drejta, ne të tilla raste do kemi me shumicë. Atëherë, meqense familja është institucion i jetës private dhe ne nuk e kemi në të gjitha rastet mundësi të intervenojmë dhe të mbështesim, atëherë do të thotë që duhet rregullojmë institucionet sociale, alternative, shërbimet alternative. Nuk mund të lihen fëmijët në atë gjendje. As 3 ditë s'mund të lihen në atë gjendje. As 30 minuta s'mund të lihen. Prandaj një reagim i shpejt, adekuat, do të thotë që duhet kemi institucione të decentralizuara në pushtetin vendor. Ku i ka pushteti lokal, shtëpitë alternative, shelterat për të strehuar fëmijët, për të sistemuar bashkë me nënën nëse do të ishte nevojshme. Ku i kemi familjet kujdestare të nominuara që në moment këta 3 fëmijë t'i marrim t'i çojmë tek familja të themi ekzimtushit, që ka mundësi dhe le t'i mbaj për ca kohë, kundrejt dhe një pagese që jep shteti. Prandaj, shiko, pushteti vendor mos jetë depozita vujeriste, bën vëzhgime dhe pret rastin kur të ndodh. Po përkundrazi, duhet të bëj diagnostikime të diferencuara, kapilare, të përditshme, për të ditur se cili është situata e fëmijëve në rajonin e vet. Dhe kjo nuk justifikon hiç bashkinë e Durrësit, as bashkitë e tjera që për të gjetur argumente që ne, edhe nëse i kanë bërë gjërat, edhe nëse i kanë ofruar asaj, nuk e kanë zgjidhur problemin. Fakti që se kanë zgjidhur problemin do të thotë që përgjegjësia bie mbi ta, është mbi ta.